Ishte nofka që tremte u dëbën, por pas saj fshije një vajzë e re që më shumë se çdo gjë e donte atë dheun. Me guxim, ajo bë pjesë e strukturave ilegale dhe zë i fortë i rezistencës. Momente kur pritet që mund të rrezikohet, mund të rriteshin, Saimia gjithmonë ka qenë prezent dhe një ndër të parat. Gjithmonë ishte e sigurt në ato që bën dhe i bënte me thjeshtësi të çuditshme. Ishin lëvizje të përgjithshme ku një gjenerat po e aktivizonte veten në drejtim të Republikës Kosovës. Do të vepronim, do të bënim diçka, që ne du ta çunim çështjen përpara dhe nuk ishim frikë as pak. Në rrethana të vështira kurorëzoi dashurinë me Kadrizekën. Por kjo histori merr një kthes tragjike. Pas atentatit ku humbi jetën bashkëudhëtari i saj, Saime Jusufi mbeti vetëm, por jo pa ideal. Ajo organizoi mitingje, demonstrata dhe ngriti zërin për Kosovën në arenën ndërkombëtare, duke mbajtur gjallë frymën çlirimtare. E premt, ora 21, një histori dashurie, sakrifice dhe qëndrese vjen në gjurmë vetëm në RTK.